رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave, më konkretisht në vazhdim sërish të listës së videove me titull Intervistat bashkohore, duke qenë se kjo ka qenë një rubrikë që ka shfaqur një interes të veçantë tek publiku në krahasim me të gjitha playlistat e tjera dhe ishte e pritshme që do të ishte kështu për shkak se trajton çështje të realitetit bashkohor. Dhe sot inshallah në vazhdim të kësaj playliste do të bëjmë një përmbledhje të një interviste që është zhvilluar në ditët e fundit, nëse s'gabojmë para 2 ose 3 ditësh gjithsej, në një prej kanaleve në arabisht në YouTube, i cili titullohet El Qanat Tisa, do thot kanali numër 9, dhe ka qenë i ftuar sërish gazetari i njohur i Turqisë, vëllai jon Hamza Tekin. Kjo është ligjërata ose intervista e dytë që përkthejmë prej tij dhe trajton një nga çështjet bashkohore me interes të veçantë, që është çështja e Kudsit ose Jeruzalemit. Pika e parë për sot thot: drejtuesi i emisionit kanali 9 në YouTube prezanton të ftuarin e tij të zakonshëm Hamza Tekin për të folur rreth gjeopolitikës dhe ngjarjeve aktuale të rajonit. Pra themi të ftuarin e tij të zakonshëm për arsye se e fton her pas here në këtë emision. Për shembull, nëse hyjmë tek kanali i vllait ton Hamzës, do të shikojmë që disa janë emisionet në të cilat ai ftohet vazhdimisht në gjuhën arabe dhe një prej tyre është emisioni që përmendëm. Më pas pika e dytë thot: ai shtron për komentim, pra drejtuesi i emisionit, fjalën e ministrit aktual të brendshëm të Turqisë, zotit Mustafa Çiftçi, ku ai thot: ashtu siç e pam në çlirimin e Shamit, Halebit dhe Karabagut, një ditë do të shohim çlirimin e Kudsit. Dhe kuptohet që nëse përmendet Kudsi dhe çlirimi i tij, kjo është një çështje që tërheq vëmendje maksimale tek muslimanët kudo që janë në botë dhe veçanërisht për rajonin. Pika 3. E fillon Hamza komentin duke treguar që populli turk edhe sot e kësaj dite ka ende ndjesinë e përgjegjësisë kundrejt Kudsit dhe tokës së bekuar. Pra ai paraqet një realitet në këtë moment, por se ky realitet, po shtoj unë nga ana ime, nuk kufizohet vetëm me popullin turk, por me gjithë popullin musliman kudo që janë në botë, sepse të gjithë ata besojnë që Kudsi është përgjegjësi e përbashkët. Më pas pika 4, pastaj tregon që në kohën e Osmanëve janë bërë përpjekje të mëdha nga ana e Sultan Abdulhamidit për mbrojtjen e Palestinës nga sionistët, por se sultani në atë kohë ka qenë pothuajse i vetëm dhe në fund kjo tokë ra në duart e pushtuesit sionist. Po të flasim për historinë e pushtimit të Palestinës, se si ka ndodhur, si kanë qenë rrethanat, çfarë hapash janë ndjekur dhe si ka vazhduar pushtimi deri në ditët tona. Kjo është një çështje që do të merrte shumë kohë, do të duhej një seri ligjëratash për ta zbërthyer dhe nuk është momenti domethënë për ta bërë këtë gjë, ndonse në të ardhmen shpresojmë që ta realizojmë edhe këtë proces, por për momentin po mjaftohemi duke e konfirmuar nga aspekti historik vërtetësinë e kësaj që thot vllai jon Hamza, dhe duke thënë që kjo çështje domethënë është në vëmendjen e muslimanëve më gjerë se sa thjesht Turqia, por ai flet domethënë në emër të Turqisë, duke qenë se zërin e Turqisë domethënë përfaqëson. Më pas, pika 5. Nga ana tjetër, Kudsi dhe rrethinat e tij kanë vlerë fetare për muslimanët dhe ne duhet ta themi këtë ashtu siç e thonë edhe të tjerët dhe kjo nuk është e met. Ndonjëherë mundet që muslimanët të ngurojnë ta shprehin këtë ide, sepse i duket sikur nuk duhet të shtrohet çështja në kontekst fetar, por e vërteta është që edhe armiku sionist e shtron këtë gjë në kontekst fetar, po ashtu dhe mbështetësit e tij prej evangjelistëve ekstremistë në politikën amerikane e shtrojnë këtë në kontekstin fetar,
Për këtë arsye edhe muslimanët nuk duhet të ngurojnë që ta shtrojnë këtë gjë në kontekstin fetar, sepse e vërteta e përplasjes që ndodh atje është një përplasje fetare. Për këtë arsye duhet që gjërat i themi ashtu siç janë. Më pas pika 6. Për shembull, Benjamin Netanyahu thotë dhe ortakët e tij terrorist e deklarojnë këtë gjë haptazi, konkretisht ministri i mbrojtjes së Izraelit, duke u përgjigjur ministrit turk, e përmendi që Kudsi është kryeqyteti i përjetshëm i xifutëve në botë. Pra, atë që ata e deklarojnë vetë, nuk ka nevojë që ta fshehim ne. Pika 7. Pyet intervistuesi se pse e lidh ministri turk çlirimin e Kudsit me çlirimin e këtyre vendeve të tjera. Ai ka përmendur 3 ose 4 vende, ka përmendur Shamin si një vend më vete, pavarësisht se Shami Halebin e përfshin brenda, ka përmendur Halebin në mënyrë të veçantë dhe Karabagun e Azerbajxhanit më vete. Pika 7. Pika 8. Përgjigjet Hamza se nëse nuk do ta lidhte me to, do të tingëllonte pohimi i tij si një deklaratë e zakonshme, së cilës nuk do t'i kushtonte vëmendje njeri. Pra nëse s'do përmendeshin këto vende si shembull, atëherë do të kalonte pa u vënë re kjo deklaratë nga ana e ministrit turk. Dhe biem dakord me këtë fjali për arsye se çlirimi i Kudsit është një çështje doktrinore tek muslimanët, të cilët besojnë, bazuar mbi hadithet që flasin për shenjat e Kiametit, që Kudsi ose Jeruzalemi do të çlirohet 3 herë. Dhe 2 herë është çliruar tashmë, një herë në kohën e bizantinëve, të cilën e ka marrë në dorëzim Umeri radhiyallahu anhu nga paria e qytetit. Më pas në kohën e kryqëtarëve të Europës perëndimore që e ka marrë në dorëzim qytetin Salahuddin el Eyyubi, dhe më pas është ripushtuar në kohën e sionistëve në 1948, ndonse themelet e pushtimit janë hedhur që më herët, dhe pritet çlirimi i tretë. Pra, në gjithë botën islame kjo është doktrinë që është realizuar, domethënë, më shumë se 2/3 e kësaj profecie dhe pritet edhe pjesa e fundit e saj. Por kur i bëhet lidhja me vendet e tjera që përmend ministri turk, atëherë kjo të jep një ide tjetër, një ide që nuk është aq e përgjithshme, por është më specifike. Për këtë arsye edhe merret në shqyrtim kaq shumë. Më pas pika 9. Ndërkohë mesazhi i thellë që dëshiron të dërgojë ministri turk dhe kush qëndron mbas tij, thot Hamza, është se dikur duke i pamundur çlirimi i vendeve të përmendura, për shkak të rrethanave të vështira ndërkombëtare dhe padrejtisë së madhe prezente atje, por se në kohën e duhur kjo gjë u realizua me sukses. Pra, çlirimi i Karabagut duke i pamundur për shkak të prezencës së fortë të pushtimit armen në atë tokë, dhe po ashtu çlirimi i Sirisë duke i pamundur për shkak të fuqisë që kishte regjimi genocidial i Asadit në atë tokë. Mirë po, pavarësisht se duke i pamundur, u realizua edhe njëra edhe tjetra, ndërsa sot mund të duket për disa njerëz i pamundur çlirimi i Kudsit, por se muslimanët e presin që ai do të ndodhi. Dhe kur themi e presin, bëjnë edhe përgatitje për realizimin e tij, ata që kanë mundësi. Ndërsa ata që nuk kanë mundësi e presin dhe e dinë me bindje që kjo gjë do të ndodhi, pavarësisht nëse do ta shikojmë ne me sytë tan këtë gjë apo jo. Më pas pika 10. Edhe Kudsi, kur bëjmë llogarit në letër, thot, me informacionet që kemi dhe gjërat që shohim, duket si i pamundur të çlirohet, por shembujt e mësipërm tregojnë që gjërat ndonjëherë dalin ndryshe nga llogaritë që bëjnë njerëzit. Pra ajo që sapo tham. Pika 11. Për këtë arsye nuk duhet të çuditemi nëse shohim ndonjë ditë çlirimin e Kudsit dhe të Palestinës në përgjithësi, sepse në fundit nuk është vetëm Kudsi si një qytet tek me vlerë të rëndësishme në doktrinat e disa feve, pra nuk është vetëm ai i rëndësishëm për të çliruar, por e gjithë toka e Palestinës, sepse gjithë populli palestinez po vuan nga genocidi dhe nga keqtrajtimi izraelit sionist. Më pas, pika 12. Intervistuesi kthen në vëmendje faktin që nuk bëhet fjalë për një ligjërat xhumaje në ndonjë xhami apo për një mësues medreseje që flet përpara nxënësve të tij, por për një ministër që ndiqet nga shumica e popullsisë dhe fjala e secilit lë gjurmë në ndërgjegjen e popullit turk. Pika 13. Përgjigjet Hamza që kjo fjali përfaqëson qëndrimin e shumicës dërmuese të popullit turk dhe gjithashtu të qeverisë, dhe unë i shtoj kësaj gjëje përfaqëson gjithashtu edhe mbështetjen e muslimanëve anë mban botës.
Pika 14. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë diçka të tillë më shumë se një herë në të kaluarën. Pika 15. Në Karabag, Turqia ofroi ndihmë të konsiderueshme për ushtrinë azere dhe po ashtu në momentin e duhur mund të bëjë të njëjtën gjë me Palestinën dhe me Kudsin. Faktikisht këtë kam dëgjuar unë që ta përmendi presidenti turk më specifikisht dhe besoj që mund të ketë pasur dhe deklarata të tjera të kësaj natyre, por mbi këtë kemi informacion konkretisht. Pika 16. Karabagu ka qëndruar 33 vjet i pushtuar nga Armenia, derisa kur erdhi momenti i duhur u çlirua me sukses. Pra, nuk do të thotë që nëse një rezultat pozitiv nuk vjen menjëherë, nuk do të vijë fare. Përkundrazi, mund të kalojë një kohë e caktuar, qoftë më pak ose më shumë se sa ky 33 vjeçar që u dha si shembull, por se në fund do të vijë gjithsesi, dhe sidomos për Kudsin që ka shpallje për këtë gjë. Pika 17. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për regjimin genocidial të Bashar al-Assadit në Siri. Madje për mendimin tim, ky rasti i Sirisë është një rast akoma më i fuqishëm në krahasim me rastin tjetër që përmend ministri turk. Pika 18. 15 vjet vazhdoi regjimi të bënte të gjitha llojet e padrejtësive mbi popullin sirian, por ndërkohë përgatitja ishte prezente, ndonse në mënyrë jo publike, ama në momentin e duhur doli në pa dhe dha fryte, kështu që zgjuarësia sot është që të shfrytëzosh momentet e përshtatshme në rrethanat gjeopolitike vendore, rajonale dhe botërore. Pra, siç thonë shumë njerëz nga populli sirian, ka qenë aq e keqe situata në Siri në kohën e Asadit, saqë njerëzit thoshin që le të vijë çfarë do lloj regjimi, le të jetë sa të dojë i keq, por në çdo rast do të jetë më i mirë se ky që është aktualisht. Dhe unë zakonisht kur flas për këtë temë me xhamatin, e ilustroj këtë gjë duke thënë që Bashar al-Assadi për Sirinë është pak a shumë mund ta quajmë Enver Hoxha i Sirisë. Ashtu siç për mendimin tim mund të quajmë Ataturkun Enver Hoxha i Turqisë, ashtu siç mund të quajmë edhe diktatorë të tjerë nëpër botën arabe të ngjashëm me diktatorin dhe diktatorët shqiptar që kanë kaluar domethënë gjatë periudhës së shekullit të kaluar. Kështu që kur ne ilustrojmë këtë shembull, e kuptojnë shqiptarët më mirë se si ka qenë situata domethënë në Siri. Pra siç ka qenë në Shqipëri domethënë që është luftuar feja fuqishëm, atje nuk mund të luftojë në mënyrë të drejtë për drejtë duke shkatruar xhamit, sepse populli ka qenë pothuajse gjithë i praktikant, por se problemet kanë qenë të shumta, arrestimet për shkaqe politike, dënimet, torturat etj. Dhe këto gjëra tashmë kanë dalë publikisht në mënyrë të gjerë. Dhe çuditërisht mediave sioniste që vinë në Siri mbas rrëzimit të regjimit, u intereson më shumë gjendja e atyre që kanë bërë krime kundër popullit sirian, sesa gjendja e atyre mbi të cilët janë bërë këto krime. Dhe kjo është për të ardhur keq, por ne e dimë se me çfarë lloj njerëzish kemi të bëjmë. Pika 19. Po ashtu edhe për Kudsin, thot Hamza, mund të jenë duke u zhvilluar përgatitje të caktuara, qoftë ushtarake ose të çfarëdo lloji tjetër, e rëndësishme është që në fund të arrihet qëllimi. Pra fakti që ne njerëzit e thjesht nuk i dimë disa gjëra nuk do të thotë që gjërat nuk janë duke ndodhur. Dhe ky është shembulli i Sirisë që nuk e prisnin njerëzit që mund të rrëzojë regjimi në momentin që ra dhe me shpejtësinë që ajo ndodhi, por ja që ndodhi. Më pas pika 20. Edhe kësaj radhe Turqia ka zgjedhur të qëndrojë në anën e duhur të historisë. Në këtë aspekt domethënë e vlerësojmë qëndrimin që ka mbajtur dhe që po mban, dhe siç e kam përmendur më herët, deri në kohën e tufanit Aksa, nuk e kam pas ditur për qëndrimin real që ka Turqia dhe ndihmën reale që ofron kundrejt Palestinës apo kundrejt vendeve të tjera muslimane që janë në vështirësi, por se nga ky moment që ka dalë në pa kjo ndihmë, kemi krijuar një përshtypje më të mirë nga ajo që kemi pasur më përpara. Më pas pika 21. Turqia nuk shprehet si disa vende të tjera me frymëzim të madh që do ta çlirojë Palestinën me fuqi ushtarake prej dekadash dhe ndërkohë nuk ka çliruar asnjë pëllëm të vetme të tokës palestineze.
Pika 22. Intervistuesi vë në dukje që politikanët turq her pas here dalin me ndonjë deklaratë që tingëllon bukur, por se në realitet nuk i bën dobi askujt. Pra ka njerëz që pretendojnë domethënë që këto janë vetëm deklarata, por nuk ka fakte në mes. Pika 23. Përgjigjet Hamza që këto shprehje burojnë nga pushtimi sionist dhe ushtarët e tij të shumtë që punojnë në fusha të ndryshme, duke goditur me propagandë Turqinë, popullin turk, qeverinë dhe presidentin personalisht. Dhe ne jemi të vetëdijshëm domethënë për këtë lloj propagande, sepse e shohim atë ditë për ditë. Madje shohim edhe në vendin tonë, jo më në vendet e tjera që po e pa. Pika 24. Intervistuesi citon fjalën e ministrit izraelit dhe thotë: ajo që ëndërron ministri turk nuk do të bëhet kurrë realitet. Kudsi nuk është Konstantinopoja dhe Izraeli nuk është një perandori në rënje, madje përmend fjalën perandori kryqëtare në rënje, por është një fuqi që i ka dhënë provat dhe që është e aftë të mbrojë veten nga rreziqet që e rrethojnë. Kudsi ka qenë kryeqyteti i xifutëve për 3000 vitet e fundit dhe do të vazhdojë të jetë përjetësisht. Koha e perandorisë osmane ka mbaruar. Tani po them unë nga ana ime se ku e shikon ky terroristi që ka qenë Kudsi kryeqyteti i xifutëve për 3000 vjet, një zot e di. Ndërsa ajo që shikon gjithë historia dhe gjithë njerëzimi në 3000 vjet është që Kudsi i të gjithëve ka qenë, po vetëm i xifutëve nuk ka qenë. Megjithatë, kjo është teoria e tij, e cila do të rrëzohet së shpejti me lejen e Allahut. Pika 25. Përgjigjet Hamza që fjalia e fundit që ka thënë terroristi Katz është e vërtetë, pra shteti Osman nuk do të kthehet më me këtë emërtim. Pika 26. Megjithatë, për umetin do të kthehet ajo lloj panorame. Pra këtu ka për qëllim domethënë që umeti do të bashkohet dhe do të ketë sërish fuqi dhe ndikim. Pika 27. Thotë Turqia sot nuk dëshiron të kthehet mbrapa në të shkuarën, por po shikon drejt së ardhmes. Në këto pika ne nuk mund të bëjmë ndonjë koment të detajuar sepse duke mos banuar atje nuk e njohim situatën me detaje, por thjesht e përmendim ashtu siç e ka thënë ose siç mund ta thoj në një analizë për analizëve që janë të vendit dhe që e njohin domethënë më me detaje dhe me ato pak gjëra që shohim arrim ta mbështesim mendimin e mirë që kemi krijuar domethënë për këto lloj lëvizjesh pozitive. Pika 28. Padyshim që për të ardhmen Turqia dëshiron ta rikthejë madhështinë thotë të shtetit Osman dhe mundësisht të jetë edhe më madhështore përmes fuqisë së saj ekonomike, ushtarake, ndikimit gjeopolitik, strategjik në rajon dhe në botë e tjerë. Dhe nëse është kështu, neve na bëhet qefi për çfarëdo lloj vendi musliman që ai domethënë të gëzojë fuqinë në të gjitha këto sektor, sepse kjo do të thotë që mund të kontribuojë për gjëra të mira në botë, qoftë Turqia ose qoftë vendet e tjera, duke përfshirë ndoshta Arabinë Saudite apo Egjiptin apo Pakistanin apo Indonezinë apo vendet e tjera të botës islame. Siç po e shohim domethënë që po ka përpjekje për tu unifikuar ato me njëra tjetrën. Ne lutim Allahun që kjo gjë të ndodhi sa më shpejt. Pra, për ne nuk ka shumë rëndësi se çfarë gjuhë flet ai popull apo në çfarë pozite gjeografike ai ndodhet apo gjërat e tjera që janë me rëndësi dytësore. Për ne ka rëndësi që ata të punojnë për gjëra të mira dhe në këtë aspekt domethënë do ta vlerësonim çfarëdo lloj vendi që të bëjë diçka të tillë. Pra, iniciativa për të afruar shtetet islame me njëra tjetrën është gjithmonë diçka e mirë dhe duhet mbështetur kushdo që të jetë ai. Kuptohet që çdo kush mund të japi kontributin modest në këtë gjë. Më pas, pika 29. Intervistuesi vë në dukje që ministri Katz pretendon se Izraeli është i fuqishëm dhe e ka vërtetuar këtë. Pika 30. Përgjigjet Hamza që kemi 3 vjet që po e shikojmë fuqinë e Izraelit. Pra e hedh poshtë këtë lloj pretendimi dhe e hedhim poshtë edhe ne gjithashtu në bazë të asaj që kemi ndjekur dhe vëzhguar. Pika 31. Thot për çfarë fuqie bëhet fjalë? Kjo është pyetje retorike. Pika 32. Bëhet fjalë vetëm për shkatrim, por për shkatrim s'ka nevojë të jesh fuqi ushtarake. Është thjesht një grup njerëzish mund të shkatrojë një fshat ose një lagje dhe kjo nuk është arritje dhe këtu bijem dakord sërish. Pika 33. Gjatë gjithë genocidit që zhvilloi në Gaza për 2 vjet, Izraeli me gjithë fuqinë që pretendon, me gjithë teknologjinë, me gjithë pasurinë dhe ndihmën nga jashtë, nuk liroi dot asnjë peng të vetëm nga Hamasi.
Për çfarë fuqie është duke folur atëherë terroristi Katz? Dhe këtu gjithashtu e mbështesim fjalën e vllait ton. Pika 34. Ushtria izraelite ka pasur sukses për të shkaktuar shkatrim në Gaza, shkatrim në bregun perëndimor, shkatrim në jug të Libanit, shkatrim në Beirut, por nuk ka arritur asnjë objektiv ushtarak strategjik. Pika 35. Imagjino si mund të jetë në një përballje me ushtrinë turke në nivel toksor, detar dhe ajror, ndërkohë që ushtria turke është superiore nga aspekti teknologjik kundrejt ushtrisë izraelite. Tani ne nga kjo distancë që jemi dhe me ato njohuri që kemi, nuk kemi mundësi që ta vërtetojmë një pohim të tillë, domethënë që ka bërë Hamza. E lutim Allahun që kjo të jetë e vërtetë dhe të japi fryte të mira në vitet në vazhdim, porse aty ku mundemi të shtojmë një koment nga ana jonë ne shtojmë, aty ku nuk mundemi tërhiqemi. Pika 36. Po ashtu kur Turqia dërgon fuqitë e saj te ndonjë aleat, nuk është thjesht llafe, por vepër. Më pas, pika 37, fjala ime, sikur Izraeli të ishte i fuqishëm siç pretendon, nuk do të ngulej në Shqipëri siç po ndodh. Pra këtu kemi një përparësi ne populli shqiptar për vërtetimin, domethënë, ose rrëzimin të pretendimit të ministrit terrorist izraelit që gjoja Izraeli është i fuqishëm, sepse Shqipëria ka kohë, siç e dim tashmë nga provat e shumta që kanë dalë në dritë, që Shqipëria ka kohë, domethënë, që mbahet e pazhvilluar dhe mbahet me probleme të shumta dhe stimulohet në të emigracioni dhe nuk funksionon pothuajse asgjë në mënyrën normale që duhet të funksionojë, dhe pse i ka mundësi të jetë një vend lule dhe një vend jashtëzakonisht i zhvilluar me potencialin që ka. Pra arsyeja pse Shqipëria mbahet në gjendjen që është një arsye pa natyrshme, është një arsye artificiale. Dhe kjo arsye është pikërisht projekti sionist për rajonin. Ndoshta edhe më gjerë se sa vetë Shqipëria, ndoshta edhe për vende të tjera përreth, po të paktën në Shqipëri ne arrim ta shohim këtë gjë nga afër. Dhe ky projekt po përshpejtohet shumë në këtë 3 vjeçarin e fundit që kur ka filluar tufani Aksa. Dhe sa më shumë që përshpejtohet projekti në Shqipëri, aq më shumë do të thotë që po rrëzohet projekti në Palestinë, sepse këto gjëra ecin paralelisht. Nëse ata në Palestinë do të ishin të fuqishëm dhe do të ishin të sigurt dhe nuk do të kishte asnjë rrezik real, atëherë nuk do të nguleshin kaq me shpejtësi sa shpëndodh në Shqipëri, në të gjithë sektorët dhe në të gjitha fushat. Kështu që ne arrim ta masim fuqinë e Izraelit nëpërmjet asaj që po ndodh në vendin tonë. Dhe unë personalisht me atë çfarë shoh, ndërkohë që dikush që do mund të ishte më në brendësi të këtyre gjërave do të kishte akoma më shumë informacion, po thjesht nga pamja jashtme arrim ta dallojmë që fuqia e Izraelit është në rënje, sepse në Shqipëri ai është në ngritje. Ne lutim Allahun që ta bëjë të dështoj këtë projekt edhe për Shqipërinë dhe për Palestinën dhe për gjitha vendet muslimane gjithashtu. Por me indoktrinimin e thellë djallëzor që i është bërë popullit izraelit, meraku më i madh është që asnjë popull dhe asnjë vend nuk do dojë t'i pranojë ata kur ata të largohen nga Palestina, sepse janë rritur me atë frymë, domethënë që urrejnë të gjithë të tjerët, me frymën e racizmit absolut dhe me frymën e nënshtrimit dhe me frymën e padrejtisë. Kështu që qoftë në Shqipëri, qoftë në vende të tjera, do të jetë një problem real për atë popull që do ta marrë përsipër mbartjen e këtyre njerëzve. Lutim Allahun që të paktën ata që janë në moshë të vogël prej tyre t'i rehabilitojë dhe t'i kthejë në normalitet, t'i bëjë që të normalizohen dhe të kenë, si thua, raporte mirëkuptimi dhe mirësjellje me njerëzit në vendin ku do të vënë mbas rrëzimit të shtetit të tyre terrorist në Palestinë, porse realisht e shohim çështjen me shqetësim shumë të madh. Megjithatë, gjëja e fundit që mund të duam është që këtë barr ta mbajë Shqipëria me të gjitha hallet që ajo ka. Ndërsa nëse ky projekt rrëzohet për Shqipërinë, atëherë Shqipëria mund të lulëzojë për një kohë jashtëzakonisht të shkurtër. Popullsia e saj është shumë e vogël, 1 milion, 2 milion, 3 milion, është më e vogël se sa një qytet i Europës apo i botës. Kështu që nuk ka ndonjë vështirësi të madhe me resurset që ka, me pozitën gjeografike që ka, që ky vend domethënë të zhvillohet. Për mendimin tim, një mandat duhet për ta normalizuar gjendjen në Shqipëri, nëse është vullneti. Më pas, pika 38. E pyet intervistuesi se si e mendon përfundimin e kësaj përplasje dhe a është e mundur që kjo të përfundojë me mirëkuptim, duke e ndarë palët ndikimin mbi rajon në mënyrë të përbashkët. Pika 39.
përgjigjet se e shikon tepër të largët këtë mundësi. Dhe ne shikojmë faktikisht edhe me mjetet që kemi që Izraeli nuk pranon asnjë lloj varianti tjetër përveç nënshtrimit absolut të çdo kujt tjetër përveç vetes së vet. Kështu që me këtë lloj ekstremizmi që kemi të bëjmë është e pamundur të imagjinosh që të kesh mirëkuptim. Pika 40. Pikat e mospajtimit ndërmjet dy palëve sot kanë arritur një pikë pakthim. Pika 41. Veçanërisht krimet që ka kryer dhe vazhdon të kryejë Izraeli në Palestinë dhe në vendet komshie, pavarësisht përpjekjeve diplomatike, e bëjnë zëres e të pamundur një mirëkuptim ndërmjet dy vendeve. Pika 42 shton se ka një përpjekje nga ana e Shteteve të Bashkuara konkretisht për të arritur ky mirëkuptim, por kjo gjithsesi nuk është e mundur si rezultat i politikave agresive dhe kalimit të gjitha vijave të kuqe nga ana e pushtimit izraelit. Pika 43. Po ashtu shikojmë kërcënime të drejtpërdrejta izraelite drejtuar Turqisë, si në territorin sirian, po ashtu edhe në territorin e Kipros. Pika 44. Po ashtu Turqia qëndron kundër Izraelit në projektin e coptimit të Sudanit, të Somalisë e tjerë. Tani këtu unë dëshiroj të shtoj që projekti i Izraelit për gjithë rajonin anëpërqark vetes është që t'i coptojë të gjithë, jo vetëm Sudanin dhe Somalinë. Është që të coptojë edhe Libin siç e ka coptuar, të coptojë edhe Egjiptin, të coptojë edhe Sirinë, të coptojë edhe Irakun, të coptojë edhe Arabinë Saudite, të pushtojë komplet Jordaninë, pra të gjithë dëshiron që t'i coptojë. Dhe ndërkohë, domethënë mënyra se si paraqitet gjithmonë politika turke në raport me këtë çështje konkretisht është gjithmonë bashkimi i tokave siriane, bashkimi i tokave libiane, bashkimi i Sudanit, bashkimi i Yemenit, bashkimi i çdo vendi tjetër që dëshiron ta coptojë Izraeli. Kështu që retorika e dyja palëve është e kundërt në këtë aspekt. Dhe kuptohet që muslimanët janë për bashkimin e vendeve islame. Jo vetëm ashtu siç janë me kufit aktual, por bashkimin në tërësi të tyre. Pra një bashkim të mëtejshëm për një hap të ardhshëm që është i mundur të ndodhi. Kështu që ne jemi akoma më shumë kundër projektit izraelit për rajonin sesa vetë retorika turke. Më pas. Pika 45. Pra në çdo projekt izraelit Turqinë e gjen përballë dhe kundër tij. Pika 46. Ndërkohë ka zëra nga ato palë që pretendojnë se do ta çlirojnë Palestinën, ndërkohë që nuk kanë dërguar asnjë kokë rrorizi në rripin e Gazës, që thonë se Turqia është me Izraelin, i cili furnizon me ushqime, me armatime, i furnizon me ushqime dhe me armatime, bëjnë stërvitje të përbashkëta ushtarake, ndërkohë që asnjë nga këto gjëra nuk janë prezente. Pika 47. Në rastin e Iranit konkretisht, pretendon se po mbron Libanin, Beirutin e tjerë, por ndërkohë asnjë nga raketat që ka lëshuar nuk ka thyer në një xham të vetëm në Izrael, po ashtu qytete të rëndësishme, po aq sa Beiruti po zhduken, edhe Beiruti vet po goditet, ndonse jo i tëri, nga jugu 1,5 milion njerëz janë shpërngulur nga shtëpitë e tyre e tjerë. Pika 48. Sot u kujtua Irani të zgjohet ndërkohë që u bë genocid mbi komplet jugun e Libanit. Pra, këto pikat e fundit i drejtohen kryesisht domethënë propagandës iraniane, e cila çdo kënd që nuk është 100% në linjën e saj politike, e akuzon domethënë se kur është mbështetës i sionizmit. Ndërkohë që faktikisht nuk është e thënë që të biesh dakord me Iranin në çdo gjë për të qenë antisionist. Mund të jesh antisionist dhe mund të kesh këndvështrim të ndryshëm nga Irani në disa gjëra. Dhe ky domethënë është rasti i Turqisë sipas asaj që përmend Hamza. Pika 49. Pyet intervistuesi se a mund të thuhet e njëjta gjë për Turqinë dhe shtetet arabe në raport me konfliktet e rajonit. Pika 50. Përgjigjet Hamza që ato nuk po thurin parrulla për të dukur dhe se cila prej tyre mund të ketë politikën e vetë të caktuar kundrejt problemit, siç e sqaruam pak më parë për Turqinë. Pika 51. Pyet intervistuesi se a qëndron Turqia në të njëjtën distancë si midis saj dhe Iranit, ashtu edhe midis saj dhe Izraelit. Pika 52. Përgjigjet që patjetër që jo. Dhe normalisht nuk ka se si të qëndrojë një njeri apo një grup apo një popull apo një qeveri që pretendon domethënë se dëshiron të mbështesë të drejtën
nuk ka se si të qëndrojë në të njëjtën distancë nga dy gjëra të gabuara. Përkundrazi, nga ajo që është më e keqe, normalisht do rri më larg. Nga ajo që është më pak e keqe, normalisht do të rri më afër. Dhe kuptohet që në kohën tonë nuk ka asnjë gjë më të keqe se sa sionizmi. Sionizmi është e keqja e njerëzimit. Kështu që distanca jon nga sionizmi është si lindja me Perëndimin. Pika 53. Pavarësisht konsiderimit të gabuar të disa politikave iraniane, Turqia refuzon dhe kundërshton agresionin izraelit. Pika 54. Pra e ka llafin këtu agresionin izraelit kundër Iranit. Pika 54. Ka gazetar nga ata të linjës së verbër mbas Iranit, të cilët menjëherë sapo thua një fjalë kur e konsideron një element gabim prej politikës së Iranit, menjëherë të quajnë sionist. Dhe ky është një lloj ekstremi, domethënë që duhet shmangur nga ana jonë. Pika 55. Irani është thjesht një shtet ndërmjet 190 të tjerave në botë. Pika 56. Udhëheqësit iranian nuk kanë lidhje të drejtë me Allahun që të jenë të pakritikueshëm në çdo veprim që bëjnë. Pra nuk janë profet, nuk kanë shpallje dhe nuk jemi të detyruar t'i ndjekim në çdo gjë, por aty ku kanë të drejtë, jemi, domethënë nga aspekti ndërgjegjes, jemi të detyruar t'i mbështesim dhe aty ku janë gabim, prapë nga aspekti ndërgjegjes, jemi të detyruar që t'i kundërshtojmë. Pika 58. Pyet intervistuesi se a mundet Turqia ose ndonjë vend tjetër prej vendeve arabe ta shfrytëzojë situatën e dobësimit të shkaktuar nga përplasja midis Iranit dhe Izraelit për ta goditur pushtimin sionist. Përpara se të kalojmë te përgjigjja e Hamzës, theksojmë tek ajo që thamë më sipër, që mund të mbështesim disa gjëra dhe të kundërshtojmë disa gjëra sipas asaj që është e drejtë ose e padrejtë. Ky lloj parimi për ne vlen dhe tek individët dhe tek grupet dhe tek shtetet. Pra, nuk ka asnjë person për ne që të jetë i përsosur përveç dikujt që është profet, dhe profet tashmë mbas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka më, dhe po ashtu nuk ka asnjë grup që të jetë i përsosur dhe të mos bëjë asnjë gabim, kështu që nuk jemi të detyruar ta mbështesim në çdo gjë asnjë grup dhe asnjë shtet akoma më tepër. Pika 59. Përgjigjet që pushtimi është i dobët pavarësisht luftës që po ndodh, siç u sqarua më parë. Pika 60. Megjithatë, çdo situatë mund të shfrytëzohet dhe duhet të shfrytëzohet në fushën e gjeopolitikës, qoftë luftë ose situata të tjera. Pika 61. Veçanërisht lufta zbulon pikat e forta dhe pikat e dobëta të palëve dhe të ndihmon të planifikosh lëvizjet dhe reagimet e tua në situata të ndryshme. Pika 62. Izraeli ka bërë gabim llogaritë veta kur bëhet fjalë për Turqinë, fuqinë e saj dhe mbështetjen popullore që ka kjo çështje, nëse kërcënohet siguria kombëtare e vendit. Pika 63. Tek pika 62 unë personalisht nuk di ta vlerësoj se a ka realisht domethënë fuqi Turqia aq sa thot Hamza apo jo. Normalisht mendimin e mirë e kemi, por se di të them që ne e lutim Allahun që cili do prej vendeve islame, prej vendeve të muslimanëve, domethënë si popullsi dhe sidomos atyre që menaxhohen nga muslimanët, e lutim Allahun që t'i ndihmojë domethënë në çdo gjë të mirë dhe gjëja më e mirë për momentin është pikërisht rrënjosja e padrejtisë sioniste që është prezente në tokën e Palestinës dhe më gjerë. Pika 63. E pyet intervistuesi nëse kjo do të ndodhi konkretisht në tokën siriane. Pika 64. Përgjigjet që Siria duhet të jetë e përgatitur mirë për një skenar të tillë. Pika 65. Pyet intervistuesi nëse është për t'u friksuar atentateve në Siri, pra kryesisht kundër figurave politike domethënë të vendit. Pika 66. Përgjigjet që kjo është diçka e përhershme kur kemi të bëjmë me pushtimin izraelit. Madje unë mund të shtoj këtu që ata kanë vrarë politikanë në Amerikë, jo më në vende më pak të fuqishme se Amerika. Pika 67. Në Siri është goxha i zhvilluar aspekti i mbrojtjes së figurave të rëndësishme dhe është veçanërisht i mbështetur nga Turqia. Pika 68. Izraeli nuk e do një Siri të bashkuar. Pika 69. Mirë po një vëmendje të veçantë e meriton edhe ndihma izraelite ndaj Kipros greke, veçanërisht me mbrojtjen kundër ajrore. Pika 70. Kjo është kundër Turqisë si veprim në fakt. Pika 71.
Të gjitha trazirat që ndodhin në lindjen e mesme faktikisht kanë vetëm një përgjegjës, që është pushtimi izraelit. Dhe këtu jemi dakord, domethënë ne shikojmë që ata janë shkaktuesit e trazirave gjithandej, por se për mendimin tim Siria ka pozitën kryesore në këtë përballje, domethënë që do të ndodhi ndërmjet muslimanëve dhe xifutëve. Pse e themi këtë gjë? E themi nga dy aspekte, edhe nga aspekti i ndjekjes së realitetit, që Siria dhe Turqia po kanë një bashkëpunim jashtëzakonisht të fuqishëm në të gjithë sektorët. Dhe këtu nuk po bazohemi domethënë vetëm tek intervista që po sjellim të përmbledhur në Shqip, por po bazohemi edhe tek të gjitha emisionet e analizëve të ndryshëm që ndjekim vazhdimisht në mënyrë të përditshme. Pra nuk mendoj se Siria ka ndonjë aleat më të fuqishëm se Turqia aktualisht me të cilin bashkëpunon më shumë. Dhe njëkohësisht duke njohur mentalitetin dhe frymën që ekziston tek populli sirian. Ata janë gati dhe mezi po presin vetëm që dikush t'i japi okejin që të turren në sulm kundër pushtimit sionist. Dhe për këtë gjë domethënë i vlerësojmë dhe i mbështesim dhe lutim Allahun që t'i ndihmojë. Por në aspekti fetar kemi hadithin e njohur të profetit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin tregon që në kohën e fundit do të ndodhi një përplasje ndërmjet muslimanëve dhe xifutëve, dhe kur e përshkruan atë përplasje thotë ju do të jeni në anën lindore të lumit Jordan, ndërsa ata do të jenë në anën perëndimore të lumit Jordan. Dhe nëse shikojmë situatën sot, Izraeli ndodhet në anën perëndimore të lumit Jordan, i cili është kufiri ndërmjet tij dhe ndërmjet Sirisë, sirianët janë në anën lindore, dhe po ashtu jordanezët janë në anën lindore. Pra muslimanët janë në anën lindore pavarësisht se nuk janë pozicionuar ushtarakisht, kurse xifutët janë në anën perëndimore, dhe që faktikisht janë të pozicionuar ushtarakisht, sepse atje dhe popullsia civile është e trajnuar për të qenë gati për çfarëdo lloj lufte që shkakton qeveria e tyre terroriste. Më pas, pika 72, intervistuesi citon për koment një fjalë të presidentit turk, ku thotë se kur të largohen perdet e mjegullës nga rajoni, do të dalë Turqia si aktori më i fituar në nivel ekonomik, politik, diplomatik e tjerë. Pika 73. E konfirmon Hamza dhe shton se Turqia sot është si një ishull qetësie në mes të një deti të madh trazirash përreth. Pika 74. Ai shton se edhe marrëdhëniet me Armeninë po shkojnë drejt përmirësimit mbas një periudhe të gjatë tensionesh. Pika 75. Më pas thotë që kjo ka ardhur si rezultat i fitores së të vërtetës në Karabag. Pika 76. Kryeministri i Armenisë ka deklaruar në fjalimin e tij të fitores së zgjedhjeve që dëshiron të hapi një faqe të re në marrëdhëniet me Turqinë dhe që akuzat për genocidin armen nuk janë të hollësishme. Pika 77. Faktikisht historia e këtij genocidi është pompuar nga lobe të ndryshme interesi në rajon, siç janë rusët, francezët, sionistët dhe amerikanët. Për mendimin tim, sionistët qëndrojnë në krye të kësaj liste si gjithmonë. Pika 78. Më pas shton që Turqia po i nxiton hapat e saj drejt fuqizimit dhe lidhjes së marrëdhënieve strategjike me ortak të ndryshëm. Dhe këtë edhe vetë shikojnë nëpër emisionet që ndjek, që Turqia përpiqet që të ketë lidhje strategjike me lindjen e mesme, po ashtu me vendet turke në Azi, pra disa prej këtyre lidhjeve janë të bazuara mbi aspektin fetar dhe dobitë ndërsjellta, kurse disa të tjera janë të bazuara mbi aspektin racor dhe kombëtar dhe dobitë ndërsjellta. Po ashtu edhe në Afrikën e Veriut, po ashtu edhe në Ballkan, Allahu di më së miri. Pika 78, pika 79. E pyet intervistuesi lidhur me situatën në ngushticën e Hormuzit. Pika 80. Përgjigjet se kjo gjë ka nxjerrë në pa rëndësinë e pasjes së alternativave rezervë në kohën tonë për çdo gjë. Pika 81. Në kuadër të kësaj, Turqia dhe Siria do të luajnë një rol shumë konstruktiv në dobi të tregtisë botërore. Pika 82. Këtë e themi sepse edhe sikur të zgjidhet sot problemi i ngushticës së Hormuzit, kjo gjë mund të përsëritet në të ardhmen, ndaj duhet një alternativë rezervë. Pika 83. Projekti historik i hekurudhës së Hixhazit, që nga koha e Sultan Abdulhamidit, mund të luajë këtë rol të rëndësishëm së bashku me projektet shtesë që i bashkangjiten asaj.
Pika 84. Ajo do të lidhi Turqinë me Sirinë, Jordaninë, Saudinë, Katarin përmes Riadit, Omanin dhe më pas edhe Europën. Pika 85. E lusin Allahun që ta ruaj këtë gjendje të mirë të Turqisë dhe mbyllin emisionin. Ndërkohë, përpara se unë ta mbyll këtë video, duhet që të bëj edhe një koment të fundit. Aty ku thot Hamza që duhet të shtohen alternativat rezervë, edhe unë mbështes fuqimisht këtë ide në çfarëdo lloji fushë. Qoftë në aspektin e jetës individuale të një personi, pra që të ketë, si të thuash, burime të ndryshme të ardhurash ekonomike, apo në mënyrën e menaxhimit të çështjeve familjare, apo në aspektin e marrjes së diturisë, qoftë fetare, shkencore etj, të ketë disa burime. Po ashtu dhe në aspektin e grupit të vogël, po ashtu dhe në aspektin shtetëror, gjeopolitik. Pra, sa më shumë alternativa të ketë, aq më shumë qëndrueshmëri ka. Dhe kjo mund të vlejë në aspektin ekonomik, kjo mund të vlejë në aspektin politik të lidhjeve ndërshtetërore, kjo mund të vlejë në aspektin ushtarak, kjo mund të vlejë në aspektin e edukimit. Pra në të gjitha aspektet e dobishme vlen pasja e alternativave rezervë dhe mos mbështetja në një alternativë të vetme, sepse nëse mbështet çdo gjë dhe i var gjitha shpresat në një alternativë të vetme, qoftë si person apo si grup apo si shtet, atëherë do të thotë që nëse bie ajo, bie komplet projekti, komplet aktiviteti etj. Dhe sidomos në kohën tonë, për mendimin tim, ka një rëndësi të veçantë kjo gjë, më shumë se sa në kohët e tjera, sepse teknologjia e ka bërë që edhe varësia ndaj disa gjërave të jetë më e madhe, por edhe mund të humbasi një gjë me të cilën ne mund të jemi të lidhur më kollaj. Dhe këtë do të thënë kemi parë dhe në realitetin bashkëkohor shumë herë. Për këtë arsye, për mendimin tim, duhet që të copozohet çdo gjë në kohën tonë. Qoftë në aspektin administrativ, të ketë domethënë njësi sa më të vogla që të mund të funksionojnë si të pavarura, qoftë në aspektin ekonomik, të ketë sa më shumë variante, sa më shumë burime, sa më shumë rrugë tregtare etj, qoftë në aspektin ushtarak, të jenë domethënë të ndara njësitë që të mund të funksionojnë sa më shumë si të pavarura etj. Pra në çdo aspekt të ketë copozim. Dhe për këtë, përveç se bazohem në atë që shikojmë nga realiteti, bazohem dhe në traditën profetike. Që ne shikojmë që profeti sallallahu alaihi wasallam e ka pas mundësinë që shtetin ta menaxhonte në shumë mënyra, qoftë me një pushtet të centralizuar, qoftë me një pushtet të decentralizuar, por ka zgjedhur që ta administrojë në një mënyrë të decentralizuar. Dhe ndonse dikush mund të thotë që në kohën tonë mund të funksionojë akoma më kollaj dhe akoma në mënyrë më eficiente një pushtet i centralizuar, është e vërtetë që mund të funksionojë, konfirmojmë, por mund edhe të rrëzohet më kollaj. Ndërsa ai decentralizuari ka më shumë qëndrueshmëri, edhe nëse ka çik më pak efektivitet, por prapë s'do të thotë që s'ka efektivitet. Kështu që bazuar mbi këtë analizë, edhe unë personalisht e mbështes idenë që thot Hamza që duhet të ketë alternativa rezervë, dhe në këtë aspekt na bëhet qefi dhe gëzohemi që alternativat rezervë domethënë të jenë të tilla që të zhvillojnë botën islame, sepse kjo lloj hekurudhe edhe në kohën e Sultan Abdulhamidit, por edhe sot është një projekt që realisht është shumë larg pamës dhe mund të sjellë një zhvillim të jashtëzakonshëm për gjithë rajonin. Dhe unë do të dëshiroja që edhe Shqipëria në të ardhmen të bëjë pjesë e projekteve të ngjashme, pra që të mund të jepte një kontribut domethënë në zhvillimin e rajonit, sepse zakonisht jemi mësuar që Shqipëria të mos ketë rol fare ose të ketë një rol periferik. Megjithatë, Allahu e di më së miri, ne i kujtojmë shikuesit që të na ndihmojnë si gjithmonë nga një subscribe, like dhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. رحمن ساعد